Këtyre tjerë se Abdigjiku sot tha që nuk është interesuar pa kryeministër ty as këndeja. Shumë mirë, këmë thonë as telefonit do të mja quaj, as kujt. Po, kohët fundit s'është duke angrit as kujt, as aty në brenda partisë. Po. Po shumë mirë bën. Gash për ty? Spajtohesh me Çollakun. Unë mendoj krejt të kundërtën nga Çollaku, sepse në qoftë se Çollaku pas ka kështu analizë ka, analizë psikologjike, strategjike. Informat kam, po Gashi më vjen keq që s'rrin shumë me njerëz. Po thu s'rrin me njerëz të vetvendosis. Okej. Të vetvendosis? Nuk rrin. Po Gash po s'rrin, ai është analist, pse më nejt me njerëz vetvendos. Që rrin me njerëz kur gjë nuk humb. Po Çollak ti je gazetar, Gashi s'është gazetar. Po Gashi është gazetar. Ja, s'është gazetar. Gazetarë janë pak këtu në Kosovë, në përgjithësi. Gashi urdhëron, po kjo nuk do të thotë diçka që ti je gazetar, se nuk do të thotë që ti je gazetar, ti je diçka, po gazetari ka disa të lejuara. Ideja është të komunikimit, të qasja, të burimet. E qërëm kryziu, thëjke për këtë punën e shkallë. Një 20 herë këtë stu Gash prapa? Thëjke... Sharmi demokracisë. Jo. A, tjetër. Po ja lexon Manjun. Thëjke Bjerimi edhe për një kolegë tjetër tonin, kë doajeni, ledhëse janë persona destruktiv me ndikim të qendër. Se nuk ju përshtat këtë diçka ati konservativit të LDK-s, që o tani pensioner politik, si do që tjetë. S'ke nevoj me nejtë kafeve dhe me pi kafe me personat nga partit politike për me marrë vesh. Po ma se s'ki informata, dhe keq. Po mirë dhe mund me supozu që s'kam informata, pa le tjetë tim tjetër. Shojmë se për la befason Gashin nëse. Po jo bre, unë nuk jam këtu për me dhonë lajme, nuk jam spikeri lajmeve me gjithë respekti për spikerin e lajmeve. Jo, informata është shumë e rëndësishme, po ma e rëndësishme se informata është kapaciteti ta përpunosh atë informatë, mishnosh me të, edhe ndërkosh analizmi asë. Çollaku s'di ta përpunoj këtë informatë? Nuk thash thash që Çollaku e ka idenë e vetë. Çollaku kam informat. Rika pak. Të në herë në kofta që jesëm kalzojmë shka pëndohë. Unë të marë seriosisht, në që se vish kenet me Albin Kurtit, me të tjerë, ose Glaukut, me të tjerët me gjithë respektit. Pas se më përrim me ta, a do ta bëjnë një takim? A të lutëm se s'podojnë kur qysh mund taku. Thuj nesër me nxesë. Që do ta bëjnë një takim mësë më zërë. Ata ditët si Çollaka, ke këtë kapacitet? Shumë që s'përrin me ta. Ka këtë kapacitet Çollaku, për t'ja organizuar një takim, më po? A, kushtrim, pak. Anderi. Albin Kurti është fituesi gjithë dhe shka. Edhe... Po fituesi gjithë dhe shka tani ne po flasim për ato, se është... Shka? Po se krevat e tash... A do t'a bëjë se jo që mos ndalemi në zigzagët dhe në ticmicet do t'a bëj viçka me i bo durimit të tjerve, se s'kam faj se kjo KQZ-ja është bo përmarre. Në këto kinse numrimin e votave dhe menaxhimin e kretë procesit. Kush e vëthejq KQZ-n, zoti Gashi? Urna? Kush e vëthejq KQZ-n? Sigurisht ti jo, Çollak. Ja, pyetje po të. A veten qysh? Tash më së bëj filmagji, se për krye filmagji ka kushtrimin. Ti mund të vesh më poshtë. Organizimin e sekretariatit të KQZ-s, bordit të KQZ-s, apo strukturës. Çollaku sot dhe çeka formë zore azotri. Po kush ka më udhëheq KQZ? Po pyetje po të bëj. Po lezi se kemi me rëndësi që KQZ të Jo, o Çollak, pushtet jo, nuk. Vetëm pak, Çollak. O njeri vjusë vetëm pak. Prit se s'është me rëndësi kjo KQZ-ja hiç. Zero. Zero është me rëndësi. Jo. Zero është me rëndësi. U posa ndikimin e ka. Shka tha Çollaku është vullneti politik. Kjo është me shumë rëndësi. Thot, ai nuk është interesuar ta bëjë qeveri. Ai pikërisht të kundërtën është. Është interesuar vetëm ta bëjë qeveri. Gashi nuk e mendon këtë. Ai s'duhet pse është e kundërta. Sepse është indikative me aq sa mund të shoh të lexoj edhe me aq sa kam informacione. A ka pas një që qeveria vetëm le ta thot mendimin e Gashi. Po mendim kushtrim, ky po thot o ka do me bë. Pyetja është shumë e thjeshtë. Nuk është duke thënë si ta bëj. Si do ta bëj? Kushtrim. Si do ta bëj Çollak? Jo bre, s'ki nevojë me lën, njërin mi harxhu energjive që bën pyetje, kënd e ka taku prej partive. Ai ka një shumë e thjeshtë. Po s'është certifikuar zgjedhjet, nuk janë certifikuar zgjedhjet ende. A ne të jetun han. Ja, përse këto janë insinuata që ju e di çka po mendon ai. Jo, po përse që filmagjini. 48 vota i ka vetëvendosje. Jepi me Çollak, hajde, groj. A më din qysh? Po ti po mendon çka po mendoj unë. Jo, politika është numra. Po, edhe jo, nuk është vetëm numra. E ku pëtin ti se si ka numrat ky? A ky koka budall që po deklaron çashtu apo? Ky koka naiv që po deklaron çashtu. Ja fut kot apo? Albin Kurti kur nuk ka thonë. Çka? Kur nuk ka thonë që kam numrat. Albin Kurti ka thonë. Okej, Çollak. Rezultatet, certifikimi zgjedhjeve, bisedimet, qeveria dhe unë.
Tash nga gash, unë e pyetje për ta bëjë thjesht. Sot, në bazë të këtyre rezultateve, kemi 48 vota, i ka vetëvendosje. Kallëzëm tash ti mu, për një muaj, për ku janë bëjë zgjedhjet, sa takime i ka pas me partitë e mundshme që të bëj koalicion. Si ka ardhë koha, po thot ajo, Qollak. Kallëzëm kohën e ka Si taku. ka ardhë koha, po thot. Tash ti me zor po do më shti ato me takua, çka? Jo, s'po më intereson hiç. Apo, Unë nuk jam ka ki kështu Vetëm mendime pak, që ai Qollak, s'po për te asaj, me kë e bën qeveri dhe se militant i kërkuar. Me kë e bën? Ai edhe Glauku e tha për gazetën Observatori Glauku shaka thon, ti shka mendon, Glaukun e kem pa. Po me kë e bën? Unë jam i prirur me besu, ata me mendu. Koalicion apo Glauku me ti dikën? besanaj. Të i mendim e dëshme i kanë. Ai nuk i ka numrat me bo qeverin pa koalicion. Me komban koalicion. Për shembull. Unë mendoj që zgjidhja ma oportune për koalicion është me nismën dhe me pakicat jo sërbe duke përfshirë dhe zotin Rashiq. Kjo është struktura. Pa preashtuar vullnetin e individual të deputetve të partive opozitore të ndora, sa ato kanë qef mi thirë bashkë. Nisma edhe pakicat tjerë. Për ndryshe, zona o zotëri, e kam telefonin këtu, edhe e kam Megin aty të vëmendshëm, që më përcjell mua me shumë vëmendje. Shkruaj pyetjen tuaj këto. Në Facebook. Jam kurreshtar di se çfarë mendoni ju. Por vish Sa po e bëra komentin,